Teatri Andon Zako Çajupi në Korçë feston 75 vite nga themelimi, një përvjetor që përmbledh historinë, krijimtarinë dhe pasionin e disa brezave artistësh që i dhanë jetë këtij institucioni, ndër më të dashurit në jetën kulturore shqiptare. Ky teatr është kthyer në një simbol të qytetit dhe më gjerë, duke sjellë veprat e autorëve shqiptar dhe të huaj që kanë formuar dhe kultivuar një publik të palodhur ndaj artit skenik. Zamira Kita, aktore dhe drejtoreshe e Teatrit të Korçës, tregon se ky institucion ka kaluar një rrugë të bukur por sfiduese ndër vite. Ajo thekson kontributin e jashtëzakonshëm të themeluesve dhe artistëve që i dhanë formë teatrit në dekadat e para dhe nënvizon se edhe sot me një trup të re dhe të talentuar, teatri vijon të krijojë vepra me vlerë, duke ruajtur balancën mes dramës shqiptare dhe asaj botrore. Teatri i Korçës ka ecur në një rrugë shumë të gjatë, shumë të bukur edhe të vështirë. Këtë rrugë sigurisht nuk e kemi krijuar ne, por të parat e teatrit, ata që e krijuan, ata që i dhanë formën e vërtet, ata që kontribuan në teatr. E nëse do ndalemi tek emrat, janë shumë, një listë e gjatë. Një pjesë e tyre na mungojnë, nuk i kemi më, një pjesë janë ende aktiv, në moshë, me përvojë, një pjesë i kemi humbur së fundmi. Dhe në qoftë se do të kujtoja, unë do ta filloja me të madhin Pandi Raidi, Stavri Shkurti, Thimi Filipi, Vangjel Grabocka, Dimitër Trajçe, Dimitër Orgocka, Vani dhe Qefsere Trako, Valentina Caci, Dimitra Mele, emra shumë të rëndësishëm, ndoshta edhe mund të harroj ndonjë. Por edhe në brezin më të ri kemi humbur shumë artistë, i kemi humbur shpejt, na kanë krijuar dhimbje, si Llazi Serbo, Marko Bitraku, Perik Gjezi. Së fundmi humbëm Dimitër Orgockën, një figurë e madhe e teatrit shqiptar. Në këtë 75 vjetor, unë dua të them që ne me krenari themi që e kemi mbajtur lart emrin e teatrit Korçës. Jemi përpjekur të krijojmë vepra të mira, të krijojmë vepra të autorëve të huaj, por edhe atyre shqiptar, se pa dramën shqipe nuk ka teatr. Dhe ne jemi përpjekur ta kemi në politikat tona dhe ta bëjmë këtë gjë. Jam e lumtur që kam një trup shumë të mirë, pra Teatri i Korçës sot ka një trup të mirë, ka shumë aktorë të rinj, të cilët kontribojnë me të njëjtin pasion dhe me të njëjtin talent. Besoj që ta çojmë më lart, rroft teatri. Në thelb të punës së përditshme qëndron përkushtimi për t'i dhënë publikut një art të gjallë, ku dashuria për skenën trashëgohet brez pas brezi. Ndriçim Xhepa, një prej aktorëve më të njohur shqiptar, thotë se Korça, si qytet me identitet të thellë kulturor, nuk mund të mos kishte një teatr të një niveli të tillë. Ai vlerëson faktin që ky institucion ka prodhuar brez pas brezi aktor me individualitete të forta dhe ka qenë gjithmonë një vatër e gjallë artistike, falë edhe punës regjisorëve të njohur që kanë kontribuar ndër vite, si Sokrat Mio apo Pi Romani. Një qytet si Korça, qytet i kulturës, qytet i qytetarisë, s'ka se si mos të përcillte nëpërmjet gjithë kësaj zone të pafund kohore një teatr cilësor. Teatri është esenca, është lëngu i qytetit, është vlera e qytetit. Prandaj edhe sot festohet një 75 vjetor i këtij teatrit që realisht ka prodhuar gjenerata të tërë aktorësh dhe mbi të gjitha ajo që është më e rëndësishme dhe që është më e bukur është sepse ka një brez aktorësh me individualitete shumë të veçanta nga njëri tjetri. Dhe janë individualitete që jo vetëm për aktrimin e qytetit, për aktrimin mbarkombëtar shqiptar. Ktu kanë punuar regjizorë me emër, Sokrat Mio, Pi Romani, madhi i teatrit i Korçës dhe i Tiranës. Kështu që prandaj dhe vazhdon, si thua, vlera e këtij teatri. Edhe sot e sa ditë që flasim është ka trupat që ka prodhimtari të vazhdueshme si pasojë e ndjekjes së kësaj përvoje. Në këtë përvjetor Teatri i Korçës jo vetëm kujton me nderim të kaluarën, por edhe dëshmon për vazhdimsinë e vlerave të tij. Trupa aktuale përbërë nga aktorë të rinj dëshmon se fryma krijuese është ende e gjallë dhe e gatshme për të sjellë emocione të reja në skenë. 75 vite histori, 75 vite pasion për artin skenik. Teatri i Korçës vijon të jetojë me publikun e tij dhe për publikun, si një ndër institucionet më të qëndrueshme të kulturës shqiptare.